Parlamenti miratoi sot pozicionin negociues qeverisë shqiptare për grup kapitullin e 4 që përfshin mjedisin dhe energjinë. Partia Demokratike nuk mori pjesë në votim, por kryetaria e Komisionit të Integrimit, Jorita Tabaku, shfryzoi këtë mbledhje për të denoncuar procesin e 11 majit, pasi zgjedhjet janë një prej kritereve që janë pjesë e grup kapitullit të parë. Raporti paraprak i OSBE Odirit ngriti një sër çështjesh thelbësore, një sër çështjesh të cilat janë kritere të grup kapitullit të parë. Përdorimi i administratës publike, presioni ndaj administratës publike, përdorimi i burimeve shtetërore, presioni mbi votën, çështje të cilat në Shqipërinë e 2025-s ne do kishim menduar të gjithë që nuk ekzistonin, po fatkeqësisht ekzistonin, duke vendosur problematika të cilat e sfidojnë edhe procesin e integrimit, e sfidojnë edhe situatën ku ne ndodhemi, po e sfidojnë njëkohësisht edhe angazhimin dhe vullnetin politik që qeveria shqiptare duhet kishte treguar në këto zgjedhje. Ne kemi mjaftueshëm tribuna për të bërë komentet tona politike jashtë i komisionit, ku mund të shpalosim të gjitha opinionet tona politike lidhur që nga zgjedhjet dhe rezultati i tyre spektakolar. Procesi negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian parashikon bisedime mes Tiranës dhe Brukselit zyrtar për 33 kapituj të grupuar në 6 klastera, ku çdo aspekt i shtetit dhe shoqërisë, nga zgjedhjet tek sistemi i drejtësisë, nga bujqësia tek mjedisi, nga biznesi tek energjia, i nënshtrohen vettingut për të qenë në të njëjtin standard me Bashkimin Evropian. Deri më tani Shqipëria ka hapur negociatat për 5 grup kapituj dhe ka mbetur edhe një grup kapitull për të çelur të plota bisedimet me BE-n.